Rreth 30 të rinj të kishës ungjillore Korç performuan në skenë e Pogradecit dramën Jozefi dhe Xhaketa shumëngjyrshë. Ajo që të binte në sy dhe godiste në këtë shfaqje ishte skenografia e kuruar më së miri, skenografi që duhet thënë se sfidoi shfaqjet e vëna së fundmi në Pogradec nga trupa profesioniste. Prezenca e korit e bëri edhe më interesante shfaqjen duke na kujtuar tragjeditë antike greke. Jozef është historia e mrekullueshme e një njeriu i cili kaloi shumë vështirësi në jetë, u rrëzua deri në fund, e në momentin kur mendoi se gjërat s'mund të shkonin më keq, ai u gjend në pozitat më të larta. Perëndia ishte gjithmonë me të, në çdo moment, nuk e braktisi asnjëherë. Jozefi është shembulli perfekt që mund të gjejmë se si njeriu mund të ketë një lidhje të thellë me Perëndin, se si mund të ecë në çdo hap me të. Jozefi ishte njeriu që kishte frikë Perëndin dhe ishte besnik ndaj tij. Asnjëherë nuk e tradhtoi Perëndin dhe Perëndia e bekoi në çdo situatë e në çdo vështirësi, e ngriti atë akoma shumë më lart dhe e bekoi me gjithë të mirat. Interesante ishte edhe loja e aktorëve Erioni Uslari, Luciana Topi, Besmir Meçollari e të tjerë, të cilët fituan duartrokitjen e publikut në Pogradec. E tonë Jozefi nuk e për atë gjithë. Unë pa prit mas, tuaj, filluan të përkuleshin për para tuaj të mi.